Shqetësimet rreth ngritjes së gjykatës së posaçme për hetimin e krimeve të luftës në Kosovë janë të gabuara, thot drejtori i grupit të studimit të politikave në Ballkan, Marko Prelec. Ai thot se ngritja e kësaj gjykate po ndodh pasi institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare nuk kanë arritur të trajtojnë disa nga akuzat për krime të bazuar në raportin e Dick Martit. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, zoti Prelec gjithashtu tha se qeveria e Kosovës duhet të bëjë më shumë për plotësimin e kushteve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Kolegu Festim Gashi sjell hollësit. Drejtori i grupit të studimit të politikave në Ballkan, Marko Prelec, thot se shqetësimet mbi ngritjen e gjykatës së posaçme për hetimin e krimeve të luftës në Kosovë janë të gabuara. First of all, Kosovo's own rule of law institutions. Së pari, nëse institucionet e Kosovës dhe institucionet ndërkombëtare si UNIKU dhe ULEKSI do të kishin bërë një punë më të mirë në sjelljen para drejtësisë të njerëzve të akuzuar për disa nga krimet që kanë krijuar bazën e raportit të Dick Martit, që janë krime reale që kanë prekur serbët dhe shqiptarët, ne sot nuk do të flisnim fare për këtë. Së dyti, nuk ka arsye për të besuar se ka një ndryshim në ritmin e njohjeve për shkak të raportit të Dick Martit ose përpjekjeve për të ngritur gjykatën e posaçme. Vendet që nuk e kanë njohur Kosovën e kanë bërë atë për shkak të shqetësimeve të tyre të brendshme. Në disa raste këto vende ndeshen me lëvizje separatiste brenda territorit të tyre dhe për këtë arsye nuk kanë njohur Kosovën. Vendet e tjera që nuk e kanë njohur Kosovën janë vende të cilat tradicionalisht kanë qenë aleate të Serbisë. Së treti, gjykata do të krijohet në një mënyrë apo në një tjetër. Është e qartë se qëndrimi i komunitetit ndërkombëtar është ngurtësuar. Tani gjuha e komunitetit ndërkombëtar është e qartë. Nëse Kosova nuk e miraton ligjin për ngritjen e gjykatës së posaçme, atëherë Këshilli i Sigurimit të OKB-s do ta themelojë atë. Në lidhje me mungesën e përparimit në çështjen e liberalizimit të vizave, zoti Prelec tha se qeveria e Kosovës duhet të bëjë më shumë për plotësimin e kushteve të BE-s për këtë çështje. Ai thot se Kosova është pa fat pasi tani për shumicën e votuesve në vendet e BE-s, migrimi është një çështje e debatueshme dhe më pak popullore. So countries are being extra careful that Kosovo now is the last country. Vendet e BE-s po tregojnë më të kujdesshme dhe duan që Kosova të plotësojë me përpikmëri të gjitha kushtet. Por me ajo që kam parë unë, Kosova nuk po diskriminohet në këtë proces. Është përgjegjësia e qeverisë së Kosovës që të zbatojë atë që i kërkohet asaj, sa i përket ndërtimit të institucioneve të forta të zbatimit të ligjit, ashtu si vendet e tjera. Just like every other country has had to do. Ndërsa ai thot se pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat në linjën e mesme është një problem për parandalimin e të cilit qeveria e Kosovës duhet të bëjë më shumë. And the scope of the problem in Kosovo is not dramatically different from Shtrirja e këtij problemi në Kosovë nuk ka dallim shumë të madh me atë në vendet e Bashkimit Evropian, të cilat gjithashtu kanë një numër të madh të popullsisë që i përkasin fesë islame. Kosova ka një numër të vogël qytetarësh që kanë shkuar në luftrat në lidhjen e mesme në krahasim me Bosnjën, një vend tjetër i rajonit. Ky është një problem për të cilin qeveria mund dhe duhet të bëjë më shumë për ta parandaluar. Could always do and should do more to prevent. Drejtori i grupit të studimit të politikave në Ballkan, Marko Prelec, thot se arsyet e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja në linjën e mesme janë nga më të ndryshmet, duke përfshirë arsyet ekonomike si dhe bindjet politike e fetare. Për Zërin e Amerikës, Festim Gashi, Washington.